diçka e trishtueshme për mua, por presidenti Trump ka agjendën e tij, është i zgjedhur ka një mandat për të bërë ndryshime dhe reforma, dhe ne ende nuk e dim se si do të përfundojë kjo. Ai nuk e ka mbyllur zërin Amerikës sepse ka një ligj të Kongresit, duhet të kalojë nëpër një ligj, duhet të kalojë nëpër Kongresin, nëse ai ka ndërmend ta mbyll, por ai po përpiqet të bëjë shkurtime dhe të bëjë reforma hapërhë në zërin Amerikës. Për mua është diçka e trishtueshme, unë e shikoj kështu. Unë kam qenë për një kohë shumë të gjatë, për 3 dekada në zërin Amerikës, kam qenë speaker dhe njëkohësisht gazetar, kështu si juve, mbaja mikrofonat, kështu si juve, mbaja këto tripodet, siç i quajmë ne, kamerat. Po, është diçka e trishtueshme, po siç thash, ai ka mandat nga zgjedhësit, ai është zgjedhur me 80 milion vota dhe një president që ka një mandat të tillë ka të drejtë të bëjë të realizojë mandatin e tij. Në fakt tani për tani ata po bëjnë shkurtime me sa di unë në kuadrin e shkurtimeve të përgjithshme të administratës amerikane për të shkurtuar në përgjithësi, për të ulur borxhin e jashtëm amerikan, që është 36 trilion dollar, trilion, nuk flasim për bilion, miliarda, po flasim për trilion. Dhe është, sipas presidentit Trump, nuk ka rrugë tjetër Amerika vetëm të bëjë shkurtime të tilla.